Të gjitha falëndrimet dhe adhurimet tona i takojnë Allahut Zotit gjithësisë. Atë e falënderojmë, atë e madhrojmë, prej atij e kërkojmë ndihmën, dhe atë që i modhi Zoti drejton, askush nuk mund të devijojë, ndërsa atë që drejtësia e Zotit dhe veprat e tij e lajnë humbi, askush se ndihmon përveç Allahut. Të gjithë bashkë dëshmojmë se Allahu është një i vetëm i pashok, në adhurim, në krijim, në sundim dhe në gjithçka. Dëshmojmë se pejgamberi Muhammed është robi dhe i dërguari i Zotit, të cilin Allahu na e çoi me Kur'an, udhëzues, drejtues për jetën e kësaj bote dhe për jetën tjetër në ahiret. Mëshira Allahut qoftë mbi gjithë ju vëllezër, besimtarë dhe besimtare që sot jeni bashkë në këtë xhami. Si zakonisht, marrim një ajet prej ajeteve të Kur'anit në çdo ditë xumaje. Por para se të vëmë tek ajeti i xumos, vazhdimisht ne themi ja ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besu, keni frikë Zotin, me një sinqeritet vërtet, me një frikë të zemrës, me një përulje të zemrës, dhe mos t'ju vijë minuti i fundit, vetëm se duke qenë prej atyre që kanë mendim të mirë për Allahun, duke ju frikësu Zotit, duke ju bindë Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe ajeti që morën për xumën e sotshme, Allahu xhelle xhelaluhu urdhëron e thotë: edhe kush është ai i vetëm që ndihmon hallexhiun në momentet më të vështira, që ja heq belat, ja heq sikletet atij, a mendoni se mund të ketë tjetër përveç Allahu xhelle xhelaluhu? Thot Allahu xhelle xhelaluhu për veten e vet. Pra mendoni, si mund të thotë që të ketë tjetër përveç Allahu xhelle xhelaluhu? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhëron e thotë: ne thot ja kemi përgatitur xhenetin atij i cili nuk bën mendje madhësi në tokë dhe nuk bën ngatresa në tokë. Dy vepra. Të dyja ndihmojnë njëra tjetrën. Mendje madhësia, po dhe ngatresat sigurisht që vjen prej mendje madhësisë. Zoti na ruajtë dhe na fal gjithë o vëllezër. E para që përmendëm në ajet, çdo njeri do të ballafaqohet me hallën dhe me të lashën e jetën e kësaj bote. Dhe konkretisht do të na binë në qafë edhe njerëzit, drejtësisht apo shumë herë dhe pa drejtësisht. Dhe pa drejtësisht është një problem i madh, jo për ata që i ra halli, që ju bën pa drejtësia, po për ata që e kryti pa drejtësinë. Pra janë dy gjëra të ndame. Ai do ta ketë të lashën më të madhe. Ai pra i cili i hyni pa drejtësisë, pra për t'i marrë jetën tjetrit, nderin tjetrit, pasurinë tjetrit, çka i ka dhënë Zoti xhelle xhelaluhu, rrëmbimi i kësaj me forcë. Krahas asaj që të ka dhënë i madhi Allah pushtetin, fuqinë, mundësinë, mendjen, armët, dhe këto i shfrytëzon dëshirë për të marrë të drejtat e të tjerëve. Duke harru Allahun xhelle xhelaluhu, në asnjë moment, ittaqillah, keni frikë Zotin, thot Allahu xhelle xhelaluhu. Edhe ky ajet përmendet shpesh në Kur'an. Ke frikë Zotin. Edhe duke hec rrugës. Qet fare, ke frikë Zotin. Edhe i miz, po pa të mundësi mos e shkel. Nëse s'ka bezdis dhe ke mundësi të ruajsh. Apo çfarë do lloj krijese tjetër? Nëse s'ke sherr të keqe prej asaj, ruaje. Ajo më të përgatitesh dhe ti dalësh njeriu në rrugë, apo të grumbullosh njerëz, të grumbullosh dëshmitar, të angazhosh shtetin për t'i bën pa drejtësi një personi. Vallahi, mbi vete ke hedh një të lashët madhe. Shumë të madhe. E pa përbëllueshme. Nëse jemi këtu ke kjo një lloj pa drejtësie, pa dashje e Hazreti Osmanit, Allahu më mëshiroft, një sahaba i ndershëm dhe i nderuar, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
Dhe interesant, pa dashje e ka goditat e personin që jetër hiqet dhe vetë me atë thopërën që kishte, edhe zbret po është i kërkon ati halallekun. Ma bëj halal. Po si ishta si gjojnë, ma bëj halal. Se nuk mund të dalë për para Zotit Gjelle Gjelalu me këtë loj. Po pa dashje ishte, pa dashje, edhe me këtë pa dashje, nuk do të dalë para Allahut. Sepse është shumë e ranë, e pa përballosh me ati tek Allahu Gjelle Gjelalu. Pra, me imagjinoni të shi personin i cili organizon një shtet, 2 shtete, 10 shtete, merr jetë njerëzish, pa nëmrim, merr pasuri njerëzish. Vallai, nëse jemi ke halli apo ke ndëshkimi, vetëm një natë apo një orë në banesë të varrit nuk mund ta përballojsh. Pa dal prej varrit. Pa dal në ditën e gjykimit. Vetëm në banesën e varrit, pashu Allahu një orë nuk mund ta përballojsh. 1 minutë nuk mund ta përballojsh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur njeriu thotë është i shtrin banesën e varrit, dhe kur vën melekt, edhe melekët janë dy llojesh, melek të gazebit, të tmerrit, të ndërshkimit, edhe melek të rahmetit. Nëse të vën ato të rahmetit, ti inshallah kena kismet. Por nëse vën ato të gazebit, problemi madh. Problemi madh. Bërtet njeriu aq shumë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që çdo krijesë gjallë ngjon vetëm njerëzit. Se edhe ne që po kthehemi nga sa po e kemi varrosur, edhe ne vdesim aty. Nga britma e tij, pa e përjetuar sikletin atij, ne vdesim pa u largu halal. Po elhamdulillah, nuk e ka caktuar Zoti kështu, nuk ja ngjojmë zonin, po aq shumë vërtet sa po të vjen ata me lek. Keni vure që themi rrejme dhe pak të bëjmë lutje se nëse vjen ato të rahmetit është mirë, por nëse vjen gazebit do të merrohet rona i dashur jonë. Ne kemi halë të tjera, shpet shkojmë këtë buka, të ham bukë se më hiku puna, më hiku kjo, pa ati ku e kelon. Ati ku e kelon, që vallaj nëse si ka po hizmet, të merret më dhoja. Pra, jo të morresh për sipër, shkatrimin e i shteti, shkatrimin e i populli, i qyteti, i personi, nderin ati, pasurin ati, të morresh për sipër me dashje, të manipulosh me dëshmitare, me gjyqje, me kresi i blesat këto. Nuk përballohen këto, vëllezër. Për ne Allahu Gjelle Gjelaluhu na këshillon rëndshëm për këtë, edhe shumë bashkë. Tregojnë rastin një njeriu që ka qenë në udhtim e sipër. Edhe keni parasysh i vetëm. Edhe del një person, sikur ka qenë kohë atër me kal, e ndalon, shpatën në fët, do të marrë shpirtin, i thonë, për shpet me më dhonë qërtë kesh. Grabitje quhet sot kjo, edhe grabitjet janë shumë llojesh. Po mos kujto se nuk është e këtij llojit grabitjes në ajo e bankave. Me çfarë do lloj manovre, nëse nuk je i qartë dhe nuk e ke bën pas rregullave, kujdes, se për Zotin quhet grabitje. Edhe çfarë ndodh? Po mon me thotë, gjithë të me morë krejt, thotë. Orën e plaçkët këmër t'i heqë të laguriq. Të çuditin njerëzit me të sprova fort. Sprova do t'i kalojmë ne. Po sprovat prapë janë dy llojesh. Një sprovë që na vjen dhe na afron tek Zoti, kjo mëshirë. Ti vetëm rrejtesh me këtë. Pavarësisht se mund të zhvesh i laguriq, mund t'i mori pasuritë, nderina, gruna, fëmina, shtëpinë, apo tokën me forcë me gjitha, kujdes, ka problem. Nëse je tamam me drejtën, te vetëm sprovohesh. Dhe po të afroj tek Zoti, je në rregull. Nëse të largon prej Zotit, se na Allahu na ruaj, si të largon. Nëse ti thua po të kishte Zot s'mnon dhe kjo gjë. Ku është Zoti pra? Edhe ky njeriu çfarë do bënte? Shpatën vet. Thotë po mirë, më bja fat pak të thotë. Sa të falem për herë të fundit, 2 rekat namaz.
A i mendohet shumë, as me elon me u falë në këdonde. Të merë. Përfundimisht, falë, i thot, po mos me më vano shumë. Se kanë punë, se kanë halë, kanë probleme, do të hecin, do të shkojnë këtë tjetëri. Allahu në rujtë vëllezër. Kanë thoni gjatë bukur këtë vjetrit, Zoti i bekoft inshallah, mas dal mendje thoshin këto mbi qulaf, do të thonë mbi kapela, apo mbi qelesh, ose mbi kokë, po themi. Mas dal mendje këto sipër. Se ti nuk lexon pa vash, ka hendek, ka problem të madh. Edhe fillon namazin, po të merr imam, të falesh me shpatë, ke koka, edhe Fatihan thot ky njeriu e harrova dhe ngatrova Fatiha e ngatrova. Edhe përfundimisht më vjen pikërisht ky ajeti që e këndom në sot. E kush është ai që i gjinet hallaxhiut në momentet më të vështira? Allahu. A mund të mendoni thotë se ka